Një nga çështjet më të diskutuara në Shqipëri është shpallja non grate e liderit të opozitës nga Departamenti Amerikan i Shtetit, me akuzën për korrupsion dhe minim të demokracisë. Si e shihni praktikën e shpalljeve non grata, sa politike apo juridike? Dhe a ka gjasa që ky vendim të rishikohet? Këto vendime gjithmonë kanë qenë subjekte të ndikimeve politike dhe mendoj se kjo është diçka që duhet rishikuar. Unë nuk e di deri në çfarë mase mund të shkoj, por mendoj se kjo ishte jo e duhur dhe shpresoj që të rishihet. Ka precedent pra ky rast që mund të rishihet, apo thjesht është një pretendim i opozitës shqiptare? Mendoj se është pak nga të dyja, shpresoj që të mund të kthehesha pak mbrapa dhe ta ribëja, dhe kjo është e pamundur, por do përpiqem të gjej një zgjidhje sa më të shpejtë që të mund të kemi dhe të kthehemi pikërisht një sjellje të marrëdhënieve sa më normale.